Në datë 18 qershor 2025, Kancelarja e Arsimit në New York, Melissa Aviles Ramos, njoftoi se gjuha shqipe është shpallur zyrtarisht si një nga gjuhët e përdorura për komunikimet shkollore nga Departamenti i Arsimit të Qytetit. Ky vendim përfaqëson një fitore të madhe dhe një epokë të re për familjet shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Nga rreth 180 gjuhë që fliten në qytetin e New Yorkut deri më sot, vetëm 10 gjuhë kanë qenë të përfshira në komunikimet zyrtare të shkollave publike. Me vendimin e fundit, shtohen 3 gjuhë të tjera, një prej të cilave është edhe shqipja, duke ngritur numrin në 13 përfshirë këtu edhe anglishten. Kjo do thotë se çdo dokument, njoftim apo informacion i rëndësishëm që shkolla u dërgon prindërve do të jetë i disponueshëm edhe në gjuhën shqipe, duke lehtësuar ndjeshëm përfshirjen e prindërve shqiptar në jetën arsimore të fëmijëve të tyre. Prej vitesh, shumë prindër shqiptar kanë pasur vështirësi për të ndjekur nga afër jetën shkollore të fëmijëve për shkak të barrierës gjuhësore. Tani, me dokumentet në gjuhën anëtare, ata ndihen të përfaqësuar dhe të respektuar, ata mund të kuptojnë më lehtë çdo informacion, të reagojnë më me vetësiguri dhe të marrin pjesë aktivisht në vendimarrjet që ndikojnë në edukimin e fëmijëve të tyre. Kjo ndikon që edhe vetë nxënësit të ndjehen të përfshirë dhe të përparojnë më mirë si në aspektin akademik, ashtu edhe në atë emocional. Fakti që shqipja është tashmë pjesë e dokumentit zyrtar të një sistemi arsimor si ai i New Yorkut është një mesazh i fuqishëm që u shton vetbesimin e krenarisë për prejardhjen, duke konfirmuar se identiteti nuk është pengesë por pasuri. Kujtojmë se këto zhvillime vijnë paralelisht me një tjetër ngjarje të rëndësishme të publikuar rreth 2 muaj më parë, ka hapjen e klasës së parë dëgjuese shqip-anglisht në një shkollë publike të New Yorkut. Modeli i dyanshëm gjuhësor u jep fëmijëve shqiptar mundësinë që të mësojnë paralelisht në të dyja gjuhët, duke ruajtur trashëgiminë kulturore dhe duke ndërtuar një njohuri akademike të thellë në të dyja sistemet gjuhësore. Me këto hapa të rëndësishëm, komuniteti shqiptar ka arritur më afër arsimimit të gjithëpërfshirës, ku fëmijët e të rinj të mësojnë të jenë qytetarë të botës pa harruar rrengët e tyre. Për më tepër, ato janë një vlerësim për gjithë komunitetin shqiptar, zëri dhe forca të cilit po bëhet gjithnjë e më i dukshëm në një prej qyteteve më të mëdha në botë. Janë pikërisht këto arritje që dëshmojnë se gjuha shqipe dhe ruajtja e identitetit nuk janë nostalgji, por strategji për të ardhmen. Ky sukses i rëndësishëm nuk do të ishte i mundur pa angazhimin e vazhdueshëm dhe punën e palodhur të anëtarëve të Këshillit Koordinues të Diasporës, Mark Gjonaj, Drita Gjon Gecaj, Emina Cuan Mulaj e të tjerë përmes lobimit strategjik, bashkëpunimit me Departamentin e Arsimit të New Yorkut dhe organizimeve komunitare, ata kanë bërë të mundur që zëri i komunitetit shqiptar të dëgjohet dhe të pranohet në mënyrë institucionale. Përpjekjet e tyre të përbashkëta kanë kontribuar drejt për drejt në pranimin e shqipes si gjuhë zyrtare për komunikimet shkollore dhe në hapjen e klasës së parë dëgjuese shqip-anglisht, hapja historike që do të ketë ndikim pozitiv për brezat e ardhshëm të shqiptarëve në diasporë, shkruan Iliria.